Nevri, gazetarinë kështu e punon ekip me rak, kështu më duket. Nuk ekipit si profesion, pa ekip kështu. Gazetarinë e kam më shumë se profesion. Dhe shpesh herë me Hoxha Laur ose me njerëz eminent që takojmë me them se gazetaria nuk duhet shihet vetëm si një punë në të cilën në fund të muajit do të marrësh një pak. Unë gazetari kam punu edhe në fund të muajit s'kam marrë pak. Për shembull në fillimet e mia në gazetari unë nuk kam marrë rok, nuk kam marrë para, nuk kam punu për në fund të muajit të marrë parë. Gazetaria më shumë është mision. Është mision, varet kush si e kupton. Tash dikush është shef, tash janë komercializuar edhe xhenazet e paramendon gazetaria. Tash me dek 20 xhallari kia ti se kërkojnë pare. Mos flasim më për gazetari. Shpesh herë kur më thonë këto se çem pse e shifni krejt paren, more vlla, Hoxha e shef pare, ku famën. E tash unë e ti më thonë, unë njeri gjallë, mos e shof pare, për shembull reklamën. Mos i bën thot reklam çokoladës Dubajt, se dishe unë nivelin e gazetarisë, more Hoxha i lexon Kur'an të vdekmit, nuk ka kërkun të mi lexu Kur'an të vdekmit. Shumë mirë se ka edhe Kur'ani edhe Muhamedi alayhis salam, atë ditë që ti shkon për kësaj bote kam përfundu misionet tu. A ditë ti çka ke punu për atje, ke punu. Nëse ke lanë fëmijët hajrit për të lut, ka thonë do t'i pranoj. Nëse ke lanë ndonjë send të rjetshme do ta pranoj, ama ti Kur'anin desh lexosh e gjallë. Jo tash unë do lexoj Kur'an për ty, jo do lexoj për vete, tash unë s'kam kohë me hub me lexoj Kur'an për të vdekmit. Kështu që këtu te ne janë komercializuar çdo send. Unë gazetarinë e bëj prej vitit të tretë në shkollë të mesme. Do më thënë, 2 vjetët e pare që kam qenë në medrese, më thënë dhe kalimi im prej në medrese në gjimnas dhe vazhdimi i medresës i shregut. Do më thënë, faktikisht edhe në medrese e konti. Po jem konë medresa. Faktikisht edhe Hoxh në vrej ademi më i veti. Është Hoxh, se di. Se një gjysë Hoxh e ije. Me vnu shallin këto tjerët, më thënë më shojnë si konkurencë pa marë bukën. Ama une nuk shkoj të vdekmit letë kura, këtë ta kenë sakt, as me vlutin. Për shembull, kur vdezi kushe, kur t'ja bësh babes me vlutin, ti lexojmë të poezi qati, nuk e ka gajlën të me vlutje, të parja, që ta kapje i pari, sa ti janë 20 xhallar, edhe tash kush me kapi pari me vlutin, kush që lemi të uhidin, kush këto sene. Kështu që gazetaria tash është mision, edhe është mision që unë them ndonjëherë edhe i them mision i shenjtë. Për shkak se edhe ata të cilët në kohën e Muhamedit alayhis salam ndoshta i kanë dhënë informata Muhamedit alayhis salam ose i kanë dërguar diçka, ka qenë mision. Edhe ndoshta që prej atëherë ka lind gazetaria. Ndoshta ne akoma s'kemi bë çaq hulumtime të shumta që ta shohim pikën kyçe ku e ka gazetaria. Për shembull, sipas mendimit tem, shumë sahab pas pejgamberit alayhis salam të cilët kanë shkruaj poezi, kanë luajtur rolin e një gazetari, të cilët kanë këshillu, kanë dhënë mendime, kanë komentuar sende, edhe ajo pjesë e shkrimeve të tyre lidhet shumë me profesionin tonë, kështu që gazetaria është mision i shenjtë.